Mbulesa është ibadet. Sa e mban qatë mbules, kesh problem të Allah si me qenë namaz. Sala kur i tësosh, kur dilë shpi shtëpis, ketë gjunat e Allah deri kthesh në shtëpi. Nëse rri 24 orë jashtë, 24 orë në gjuna vazhdimisht. As ketë turb që me të vdekja me të monë qatë gjengje. A nëse je mbuluar, pasha Allah unë nga tregon Abdullah ibn Abasi, ka qenë një grua e sprovuar, e ka pas dertën e mbulesës. Ka të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, transmeton Abdullah ibn Abasi, thot, a ke një dëshirë me pa një gru xheneti që ecë mbi tokë? Ta na trego, ta beshet që këtë gruan zeshkon. Kjo ka ardhur një ditë te pejgamberi Allahut, ka thonë ja Rasul Allah, jam e semur për epilepsis, shapi thojmë. Jam e semur për epilepsis. Tha lutjo Allahut që Allahut të më shëron. Që tha pejgamberi Allahut? Si dush, tha i lut në Allahut, Allahut shëron. Si dush, tha ban sabër dhe kje gjennet. Kjo gru tha gjennet. Sa jetoj? 40 vjet. 50, 80. Gjennet, ja Rasulullah. Tha e vetëm lutjo Allahut që ku ta hupi vetdijen mos të zbulon. Ta lut pejgamberi Allahut për këtë gru që kur e ka hub dhe vetdijen a mbulu sa zbulu.